Po shike, e ka, po s'e ka. Nuk bindesh, ajo po e ka, ajo po s'e ka. Si përfundim djali im, Si kokramolës. si kokramolës, o zot, faleminderit një milioner. Absolutisht, asgjë vazhdon të shtonte çdo muaj nga i kileca, e kalonte bilesa të peshën, nuk bësi poç, zemra ime. Po ajo trauma, ajo fjalia ati, o sot o nesër, se ti mund të mos e kesh të fëmijë, mua më ngeli kështu si dhe miku qumshti, ngeli do me thënë pas, më bëhet mish kur e kujtoj. Zgjati as 2 muaj, as 2-3 muaj, kështu si puna jote. Edhe, o zot, nuk do të harroj kur ato. Lindjen e dytë e kam pasur shumë cikletshme. Ishte traumë për mua. Të dy ke bu më operacion apo? Kur bën të parin, duhet bësh dhe të dytën. Jo, të dytë sepse lindi para kohe. Edhe më Sa plasën muajsh? ujërat, Shtatë? fundit i muajit 7. Po mirë, paktën në 7 Jo, është mirë. s'është mirë. I Sepse 7 ishte është fundi i mirë. muajit 7. I 8 është mirë. Një mushkëri kishte të zhvilluar tjetrën një. Ashtu, a? Po, ka ndenjur 2 muaj. Në inkubator. Unë kam ndenjur 3 javë diçka e tillë në spital me dhimbjet e lindjes. Pas? Apo gjatë? Jo, gjatë, nuk që mos të dilte bebi, kam qenë 3 javë duke me mbajt dhimbje me lindje, ilaçe. me ilaçe. Derisa pastaj edhe doktoresha ime nuk ishte, sepse normalisht nuk është se e priste që ndodhte, shtazania ishte shumë okay. Unë që fajsoja veten, që jo, kam pse? punuar shumë, nuk do të kisha punuar kaq shumë, se unë vazhdoja jetën normalisht, më kupton, pavarësisht se e di që s'është faji im, po. Po, absolutisht, ato janë të papritura Prapa aty që në mund atë t'i momenti ndodhin. do të gjesh shkakun, e kupton? Edhe nëse lindi Gregu, vazhdova të rria edhe një javë në spital, pastaj më thanë doktoresha që ti mund të rish në spital, po ti vetëm do përkeqësosh veten tënde Patjetër, nga ana psikologjike, po. të merr ishte kur dola pa Gregu. Pa bebe, ai nga që të merr. Spitali dhe poshtë ishte një gocë që më njifte. Thama, po Gregu, thama aty unë. E të mërshme, bo, s'ka gjë më të mërshme. Pastaj shkoja 3-4 herë në ditë Sa ndonjëherë? spital. 3 muaj? Gati një muaj. Një muaj, në inkubator. Po. Po tani s'ka Një problem. muaj plus pastaj e mora. Ishte mirë pastaj, e mora. Kapi këtë RSV-n, që është gripi i fëmijëve. E kisha çuar 2 ditë përpara në spital, më tha ajo doktoresha një doktoreshë që ishte roje, më tha, s'ke merak, më tha, ma, është thjesht normal, është grip për frymarrjen. Tha, Darti nuk ka mundësi, se ishte edhe shumë i voçkën. Shumë bebe, po. Jo, ishte i voçkën se kishte lindur para kohe, Po. nuk ishte, sa më ishte 1 kile e pak, më kupton? Stemra të zota, ma unë bebe të kam Tha, pikën Darti, më nuk ka dobut në mundësi, jetë. po merr frymë shumë keq, nuk Po e jepja dallon qumë nëna, është e nëna nxirrte. nuk gabon kur, E çoj instinkti prap nënës pastaj, është. e çoj prap në spital. Dhe më thot ajo doktoresha që jo, nuk më thot gjë, më thot do ta marr do ta kontrolloj. Dhe ma merr nga krau edhe e çon. Dhe pastaj tha nuk ta sjellim dot, sepse e futëm direkt në inkubator. Po. Po ma morën nga Si rëmbim. Nuk e puqa. Pusa dot. Po. Edhe ja kam plasur qarës, në atë moment vjen një doktoresh dhe i them, ja shpjegoj, dhe më thënë ajo ishte krye e neonatëve aty. Edhe më tha... Mos ka qenë kjo goca të estimada. Jo, sepse më tha, nuk do ja them emrin, po okay. më tha, po ti më tha ma, nuk kujdesesh do të pak më shumë? Qa thua me? Uaj të Dhe mërshme. ka qenë gjë më të mërshme. Uaj të mërshme. Po thua ja emri? Jo, nuk ja them. Jam shtrirë në tokë. Pjatat thot, duhet vish të bësh pjatat. Edhe loj motor se... Dhe unë në qatë herë... Kom një atë ngellet si krau. E kam përjetuar shumë keq qitjen të spitalit, sepse unë qatë herë kam fobi spitale. Po që mos ta kesh? Dhe kam shkuar për 1 muaj e gjysmë, kam shkuar çdo ditë në spital duke dhënë E qumë. mbajtën për këto 1 muaj e gjysmë? Jo, 1 muaj ishte dhe gjysmë muaj për dhe gjysmë muaj tjetër. Sa të merrte veten. E mori pastaj? Po tani është okay, nga më shkrit. 4 herë ka ardhur nga çunga gjyre më është super i shkathët. Fëmija më i lumtur që mund të takosh, po ka qenë periudhë shumë e keqe. Shumë e Ai vështirë. është 4 vjeç tani, Se nohen 4 muaj. 3. Femra. 3 është tani. O zot, pas tjetën e gjatë. Rrosh. Ishte me temperaturë. Okej. Po ishte periudha Covidit. 4 muaj. 4 muaj me se zakonisht fillojnë pas 6 muajsh që smuren, prandaj do të trëmbë ajo. Ba me tamponin Covid. Ti, o sanë, të qume filmë të mba blinë Gjezu, i banë e tanë analizat.
Asgjë. Kalamajt e kaluan shumë lehtë, edhe djalimi e kaloi shumë lehtë. Se i kishin thënë me i bë vaksinën Angjelikës Nanës. Kur ishte 7 zanë. Bani vaksinë, këshilloshin. Gjitha vaksinat i kanë bërë me vonesë djalit. Jo, këtë Covidit. Gjitha. Ja bot Covidit? Djalit? Jo, djalit jo. Kur ishte oma 7 zanë. O, zemra. Jo, kur ishte oma, pa i saj. S'do m'lej zemra. E bëm. E bët, ha? Thanë tanë pediatra. Qa gudzime. Oh my God. Unë i kam studiu me menjen time, se unë jam profesioniste fushës. Po ai sa ka mund t'i studioj vaksinat për fëmijët, i kam studiu shumë. Jam si qeni që ja kena bë. Biles atëherë bëm dhe ca emisionet e një televizion me gjithë këto drejtuesit e ISHP-së me ca tjerë, që unë isha kështu kundër vaksinave. Dola publikisht atëherë, mbajta këtë qëndrim, që duhet jenë më shumë të kujdesshëm, se programi i vaksinimit, tani unë e di që do më kritikojnë për këtë, po si i thonë asaj punë e madhe fort, duhet jetë pak më i kujdesshëm. E tani për shembull në Amerikë po i rishikojnë shumë me ardhjën e Trumpit, dhe jam shumë e lumtur që po ndodh kjo gjë, se s'mund të jetë trupi një bebeje të porsa lindur, terren eksperimental, kape fut aty 5 valente, 5 vaksina bashkë, kamon men, ai është u zhvillu. E kupton, 7 valente, kape gjeje, fute, raste plas aty, ku e di unë qa është, do me thonë, no, unë s'jam dakord, edhe unë programin e vaksinimit që i kam bu djalit tim, e kam personalizu, e kam bu me konsulta, me mjek, po jo zyrtarisht, e kupton? Jo me program shtetrar, tu pyt lartë e poshtë, tu marrë. Ka bërë edhe unë disa vaksina që nuk janë. Dhe ja kam bërë shumë me vonesë, dhe një pjesë nuk ja kam bërë fare, që s'ishim fare të rëndësishme. Për shembull, një nga gjëra që kisha unë kritik atëherë, po tani po bëhet në Amerikë, që e kam thënë në 2014, do t'jetë diku në për YouTube. Pse vaksina fruthit duhet ishte bashkë me rubeolën edhe me shytat. Pse duhet jetë? Se për shembull, rubeola është problematike për gocat. Mund t'i li gocat sterile, fruthi mund t'i li çunat steril. E kupton? Rubeolën gocat, po jo, po se ai do janë gjisi asaj dhe ne duhet, kjo është logjika e programit të vaksinimit në gjithë botën, të BSH-s. Që të mbroj unë indri ty, do t'a bëj dhe indri. Gjej forma tjera, bëu kreativ. Sepse ajo lloj vaksinë mund të lejë pasoja tjera në sistem nervor. Mirë, gjithsesi janë testuar, stërtestuar. Janë testuar Sara, po. Nuk është se janë zgjuar dhe ka thënë. E di zemër, po unë nuk jam prap dakord. Gjithë ato të Covidit dolën skandaloze. Ato kanë dalë, do me thonë, në të merri vërtet. Se për tjerët e kena bota. Ato kanë qenë të shpejta. Studime që dolën pasi në atë moment, në momentin e parë, aty ju mbyll goja gjithë dynjas që ishte kundër, gjithë shkencëtarëve. Sa nuk dihet ku janë. Çështjen e Covidit, se unë linda direkt pas, do me thënë periudhën që mbaroi Covidi, që izoloheshim në shtëpi. Po, pas izolimit. Dhe me mbaj mend atë foto. Kam bërë një foto me Tomasin duke bërë gjë tek rruga ambasadave, sepse ishte e vetë një rrugë që nuk ishte shumë njerëz. Që mos kishte dhe të lezosh komente. Po si guxon të dalësh jashtë. E di ashtu ishte. Po në Itali filloi spionazhi, spiononin njëri tjetrin, merrnin telefon, ka dalë ai. U bën njerëzit si po vdisja, nuk po mundesha dot më. Edhe postpartum. Jo, postpartum ishte të mërshëm. Po është tamponat në një farmaci aty gjatë Covidit, para se me filluat punën tjetër, se s'kisha punë tjetër, okej, po bëj tampona. Edhe vishin tanë se ishte me Green Passin, e kishim kena pasin, s'di e keni pasin. Po, e kemi pas dhe në. Edhe vishin s'di një i qëllë, që në 20 vetë në ditë, me ba tampona. A i Green Passi zgjatë të 48 orë, diqa kështu. Unë kam pas kena një herë të urra, lene të ba shamat të ugri. Se ishin këta që s'doshin me ba, po ishin detyru me ba, kurse ato tjerë që ishin i urreshin Novaxat, ke parasysh ka pa të urra. U ndan njerëzit ndysh. Kjo ishte politika që ndoqën. Liberalët, si me përçaj njerëzit. Përçarje ekstreme, njerëzit u kthy njerëzit u urry njëri tjetrin për këtë çështje, e kupton? Që ishte gjitha një bullshit, një budallik. M'fal sa se ndërpreva, unë kam lexuar studimet mbrapa që dolën tani. Vjetë, si me thënë,
për vaksinat, edhe pasojat ishin, o zotë se s'du me i thonë se kemi shumë audiencë, s'kemi pse trëmbim njerëzit, po pasojat ishin skandaloze dhe ka qenë tamam si krim kundër njerëzimit, ajo që është bërë me Covidin dhe me vaksinat. Edhe jo turp të kenë, po kanë bërë ndoshta një nga skandalet më të mëdhaja në historinë e njerëzimit, gati luftë, si lufta që shkon e vret njerëz kot, njerëzit e drejtë edhe ashtu e konsiderojnë ato që u bë me Covidin. Mbaj mend kur shkonim në shtip, sepse ne duhet të udhtonim. Se u bona për duhan tash se më kujtohet ajo çmerri. Bo. Duhet të shkonim patjetër në Itali për prodhimin, se ndenjë gati 8 muaj pa prodhuar asgjë, se u mbyllën edhe atje fabrikat e gjitha dhe duhet të jo, fatmirësisht atëherë kanë blerë shumë sepse donin të shpërqendroheshin nga situata dhe blinin gjëra që edhe unë atëherë hapa dyqanin online. Me online punoj fantastike, po pastaj mbyll. Edhe shkuam atje dhe mbaj mend që duhet shkonim në farmaci që të merrnin testin e Covidit, që dilte negativ, që pastaj që të ktheheshim. Duke kontrolluar për farmacisë, atje nuk është farmaci në çdo cep. E di, po, shvika dhe përveç kësaj kanë disa orë, disa ditë që i kanë pushim. Dhe ne për shembull mund të kishim udhëtimin të hënën në mëngjes, duhet ta gjenim të dielën ishin mbyllura. Shifnim në internet se ku mund të kishin edhe ku mund të kishin për njerëzit që janë rezident, sepse ishte edhe kështu që disa ishin për rezidentë, disa jo. Mbaj mund çat merri, tha dali blem ja 2-3 në Shqipëri edhe na bën lolo. I bashin edhe në aeroport. Na kanë bërë lolo. Po ishte rast shumë e madhe në aeroport. Aeroport ishte. E ti për çam vinte mua keq. Un kam shkruar shumë atë kohë. Mua më vinte keq, domethënë vetëm për një gjë, se si u shfrytëzua besimi i njeriu. Se ne patëm besim te kjo gjë. Normal. Po dalin profesorat e super profesorët. Ato e kanë besuar. Të abuzim. Jo, se ca e dinin Sara. Disa profesorë e dinin ju mbyll goja u zhdukën. Sa u zhdukën, u vran fare. I eliminun. Ma beso se kam shumë kolege, jemi zanatit edhe shumë persona me kanë besu se s'kanë pas alternativa. Jo, unë them të besimi njerëzve. Jo, po flas për profesionistat, për doktorat. Abuzuan me besimin ton. U abuzuan në mënyrë të tmerrshme. Ne besuam se na futën frikën palës edhe pastaj na bën lolo. Futu brenda, dil jashtë. Shko atje, hajde këtu. Bëj këtë, bëj atë. Tamam si u bëm si kuklla, si marioneta. Kam dekë, për një kohë aq gjatë. Shumë fillim. Shumë kam dekë. Po ato se nga çka kanë dekë nuk e di. Ajo ngelet mister, se unë nuk besoj që vdiqën nga një grip. Ka një grip i çuditshëm. Që s'ja kanë ditë terapinë. Ajo ishte e bërë në laborator o Indre. Po mirë, pikërisht, po njerëzit kanë dekë prej asaj, se për çka kanë dekë? Po mirë, po gjithë... Prej virusit kanë dekë, nuk ka që i kanë shtruar në spitale, i kanë... Po jam me dosjet e Epstein që u hapon tani, unë i kam lexuar pjesë, se ishin online, mund t'i lexoje. Aty ishin gjithë planet për pandemin, që bënte Bill Gates bashkë me këto Epstein aty themun. Gjithë planet ishin aty. Ajo ishte komplet një gjë e stisur. Skandaloze. Ajo ishte të merë peste. Në të fush, po thonë që kanë dekë nga virusi, kanë dekë sa dush. Të na i herë, po nami. U bë një masakër, një abuzim me ndërgjegje. E njeriut, u godit ndërgjegje. Atë të Epstein e kam zbuluar që 2 vite para, sepse unë shikoj shumë, jam shumë e fiksuar pas gjyqjeve amerikane. Në me thënë, do të doja shumë t'isha bërë avokate vetëm për këtë gjë. Po, vdes, mbaroj. I kanë shumë të lezetshme, se i kanë dhe public, po. Dhe i shikoj shumë gjyqjet e tyre. Kanë drejtësi ata, shumë të fortë. Jo, e kanë shumë të drejtësi. Nga shteti. Mirë, po, ato shtete që e kanë, kur e shef drejtësinë, si funksionon, mënyra si i marrin pyetje, sa të drejtë për drejtë janë. Jo, më pëlqen sistemi që e kanë të bashkuar me njerëzit. Po, pra me njerëzit, me dëshmin. Pra ty të vjen letra, dhe ti si qytetar normal i Amerikës, ti mund të përzitesh që t'jesh vendimtar në një gjyq. Po, pra kjo është drejtësia, sistemi drejtësisë. Këto kanë. Ato e kanë në kushtetut ata. Ka një serial me një avokat. Prandaj janë ata që janë, zemër, se kanë... How to get away with murder. How to get away with murder. Qa seriali... Jam pasmur mas ati seriali. Është një tani Lincoln Lawyer. Wow. Unë shkoj çdo serial me... Me gjyqje. Çdo episod ka një kështu. Johnny Depp, për shembull, gjyqin që bëri me gruan e vet. Po, atë e kam parë dhe unë.
Unë kam kuptuar shumë fillim që ajo është mashtruese. Ajo, mashtruese, kokra mashtruese është. Po ai e buri aktores, mos ishte ajo nga këto gra që i qepen në i burrit suksesshëm edhe përfitojnë kurrizët e tij. Po them që ai ishte shenjtar. Po mirë, ai të paktën është i vërtet për ato që është, ai pretendon që është shenjtor dhe pastaj tjetër një tjetër, se kjo është diferenca mes njerëzve. Janë sa që janë maskarim fare dhe dalin pretendojnë me çdo. Më pëlqen ta shumë për shembull ajo avokatja aty. Që mori gjithë spotlightin pastaj. Po. Çau bëm ato gjyqë, o zot, gjyqë më i ndjekur një histori. E kanë shkatruar. Ua, do jenë hap ato dosjet e UFO-ve më. Janë hapur? Po besoj se po, se Trumpi tha, s'e di ku derisa kam qenë unë, s'e di, jenë hapa. Do jetë bërë nami me ato. Nise, mua, kjo e Trumpit më ka dhënë shumë... Unë si jam fan se ç'mundur e ti, po... Unë si jam fare fan. Po gjëra që ai solli, ndryshimin që ai bëri ishte i nevojshëm, se ishte një ngrecje në vend, si ujë ndënjur ishte bërë politika, kështu që duhej një shkundje, si me shkund tapetin. Dhe brasi ati Charles Kirk tregonte shumë për frustrimin e njerëzve ndaj një opinioni ndryshe. Sa s'kishte lidhje direkte me politikën. Po mirë, ai do bëj, ai do futej në politikë, ai ishte pastardhës i... Ai kishte diçka të mirë, ai jepte shansin njerëzve të dëgjonin dhe të dëgjoheshin. Pra, mua më pëlqejnë shumë njerëzit edhe sidomos politikanë. Ai ishte më konservator se sa vetë konservatorët. Nga biseda që vetë më shumë se saj. Ajo ishte një mashtruese, ato po e nxjerrin kështu. Është njëra një konservatore. Po, ajo Zezakja. Ajo Zezakja, Kandens, si e ka... Po, e di se janë ndjek podcastin. Edhe unë ndjek atë. Ajo e ka bërë këtë gruan e Charlie Kirk, Leck, duke janë nxjerrë, ajo akuzon si autore në vrasjen e tij. Kam pak. Po, ajo gruaja ati nuk... Po se çuditshme u dukshë, direkt ajo ndryshoi qasje. Po. Po flisnin për atë? Charlie Kirk. E kisha shumë qef dhe unë e ndiqja atë. Po pa, ajo gruaja vetë. As pëlqen as ty, as mua. Edhe të sytë është e çuditshme. Ajo ishte vipera, komplet. Një mis, çfarë ka qenë Texas? Po qa mise, si ajo ka mise me tonelata, me kamiona bota. E merr Trumpi, na bëhet gruaja e tij. Charles Kirk, jo Trumpi. Jo, po... Ky Trumpi e mori atë. Trumpi e ka marrë dikur, kur ka qenë Trumpi që merri me... Vete Trumpi për martesë. Jo, merri me... Me mise merri Trumpi. Me mise, Miss Universe. Ka qenë tip producenti, diçka e tillë. Diçka, po. Edhe madje Trumpi e rekrutoi siç ka marrë... Siç ka marrë 1 milion të tjera. 1 milion të tjera, duke përfshirë gruan e vet, edhe... Po kishte ajo ambicje të sëmur. Ambicje të sëmur. Po, unë kam më shumë saj. Shumë, ajo kishte pasion. Kishte piketuar ajo. Ajo fiks, kjo që thotë Soni, kishte piketuar ato edhe... Kurse ai e kishte pasion atë. Punën që bënte. Megjithatë këto teoritë konspirative çfarë thonë? Që ka qenë dhe i skenim, që tralala, trililif. Për çfarë i skenim? Se ai nuk ose ishte... Nga në kësaj. Se unë kam ndjek një emision radio, se unë ndjek BBC-n edhe RFI. Oke. Nga që jam makinë gjithë kohës. Unë ndjek të podcastet në YouTube të këtyre konservatorëve, ndjek shumë. Unë s'jam konservator. Unë jam bërë, kam qenë liberale, po liberale deri me i fartike. In between. Edhe unë in between. E të pruan shumë, e të pruan e quan në nivele që s'kishte më kuptim, u bë anti-njerëzore çështja. Qënë 2010, e maj men kur pata shku në Amerikë për një turne, ka qënë o 2002, do më thëmë, herët, 2012 në shtaj kështu. Falni se unë do më vinë ato dhe do pi shumë cigare. Do më thëmë, para si të zgjidhej, a i thoshe, unë do t'i futem Hollywoodit, rëndshëm. Edhe filloj t'i futet. Trumpi, Oprah Winfrey, e kishe përcaktume. Të gjithë dolëm skandaloz. Po. Tani ai u fut sepse gjithë jetën ai është në vlerësu. Unë pas kam pas 2 dëha. Okej.
Ai u fut sepse gjithë jetën, sipas edhe dokumentarëve që un kam parë për Trumpin, e para një ka pasur shumë dështime dhe e dyta ka pasur shumë nënvlerësime. Shumë sulme ka patur. Ka qenë gjithkohë i nënvlerësuar për faktin që babi vet ka qenë kush ka qenë, i ka lënë gjithë ato kompani, ky hapi edhe ato në Las Vegas, etj dhe dështoi të gjitha. Dhe ky ishte momenti që ai donte të bënte këtë revenge-in, e ti personal, pra ishte gjithë sulm personal më shumë se sa sulm që të intereson ty mua dhe X-it. Sepse gjithë Hollywoodi ka qenë pro-demokrat ka qenë. Po demokrat, ata e krijuan Hollywoodin. Dhe ata Hollywoodi, domethënë ka qenë kështu fuqishëm në mbrojtje të Obamës. Edhe unë kam qenë shumë pro reformave që ka bërë Obama dhe për shëndetin. Healthcare. Po, që bërë atë Obamacare. Edhe për qasin Ato e që kanë kishte... skandal akoma. Po, për qasin që kishte ndaj arsimit. Hiç më pëlqen. Për qasin që kishte ndaj arsimit, Obama ishte shumë i fokusuar tek arsimi dhe tek tarifat. Po shiko që ndodhi tek arsimi, o Sara. Erdhën për shembull, ju dha, se kjo është gjëja më hipokrite që ndodhi në Amerikë. Ju dha mundësia gjithë emigrantëve të vinë, pra të marrun tani ty, të shtëpia ime, e zëm, se vjen nga një vend shumë i humbur, shumë i varfër, që Po, Obama e bëri, domethënë. ti vjen, jo vetëm vjen, po më kthesh dhe kundër. Me ato që unë të kam mësuar. Kjo ishte skandaloze, që ndodhin gjithë universitetet më të mira. Po, kjo s'është shtëpia jote, sepse Amerika është krijuar nga emigrant. Jo, nga emigrant nuk është krijuar. Amerika është krijuar nga emigrant. Nga emigrant nuk ka pasur. Nëse do kishte mbetur në dorën e indianëve, s'do ishte kjo Amerikë, s'do kishte Amerikë. Si mund të ishte? Po s'mund të ishte. Mirë. Po kjo nuk do ishte, me këtë demokraci, me këtë kushtetut nuk do ishte. Nuk është një... O zemër, ata ka një respekt aq të madh për njeriun, amerikanët,